Në një kohë kur nevoja për gjak mbetet jetike për shumë pacient, numri i gjakdhuruesve në Gostivar po përballet me rënje të ndjeshme. Gjatë vitit 2025, Kryqi i Kuq i Gostivarit, në bashkëpunim me shërbimin e transfuziologjisë në Gostivar, ka realizuar mbi 20 aksione të gjakdhurimit, duke grumbulluar mbi 1700 njësi gjaku, dukshëm më pak se plani fillestar prej mbi 3000 njësi. Sipas Merita Alilit nga Kryqi i Kuq në Gostivar, një ndër arsyet kryesore për këtë rënje mbetet migrimi i popullsisë, fenomen ky që ka të kurrur ndjeshëm bazën e dhuruesve potencial. Vitin 2025 kemi mbill me gjithsej me 21 aksione. Shërbimet e gjakdhurimit pra i realizojmë bashkërisht me transfuziologjinë. Sidomos tu në Gostivar kemi një bashkëpunim të mirëfillt. Vitin 2025 kemi mbill me 1714 njësi të gjakdhurimit. Këtu vlen të theksohet se ne sipas planit parapar për 2025 për shembull kemi pas të parapame dikun mbi 3000 njësi gjaku. Mirë po ajo ndikon edhe nga migrimi që veç mo dihet qyteti jonë është i goditur nga mërgimi dhe kemi më pak të themi banore dhe kështu që numri nuk është arrit pra plani i parapar për vitin që lan pas. Edhe pse nuk është arritur plani i parapar, thot ajo, është e rëndësishme të theksohet se nuk ka mungesë të gjakut për pacientët. Nevojat e spitalit plotësohen vazhdimisht, thot ajo, duke nënvizuar se si pasojë e migrimit edhe nevoja është më e vogël. Ajo rikujton se përveç aksioneve në terren, qytetarët mund të dhurojnë gjak çdo të hënë dhe të njëjtë në repartin e transfuzionit në Gostivar. Interesimi më i madh për gjakdhurim sipas saj vjen nga pjesëtarët e policisë, ndërsa në mesin e të rinjve, veçanërisht në shkolla, ky interes mbetet i ulët dhe kërkon më shumë angazhim për ndërgjegjësim. Ndërkohë, Kryqi i Kuq në Gostivar vazhdon të mbështetet fuqishëm tek vullnetarët. Aktualisht organizata numëron 147 vullnetar aktiv me një prurje të vazhdueshme të rinjve çdo vit. Pra të gjithë aktivitetet që realizon Kryqi i Kuq nëpërmjet planit parapar për çdo vit, me shumicën e aktiviteteve i realizon me vullnetar, qofshin nga mosha të ndryshëm. Gjithsej numri pra vitin 2025 e mbillëm me 147 vullnetar, gjithsej nga mosha të ndryshëm. Ndër ato 102 janë të ri, pra çdo vit angazhon apo vin vullnetar të ri. Vitin 2025 për shembull kishim 60 vullnetar të ri. Merita Alili nga Kryqi i Kuq në Gostivar apelon tek të gjithë qytetarët që të mos hezitojnë të bëjnë pjesë e gjakdhurimit, duke theksuar se ky është një akt i thjeshtë por me vlera jetike. Çdo dhurim gjaku është një mundësi për të shpëtuar jetë. Nevojat janë të vazhdueshme dhe çdo kontribut ka rëndësi të madhe. I ftojmë të gjithë qytetarët e shëndetshëm që të dhurojnë gjak dhe të bëjnë pjesë i këtij misioni human, thekson Alili. Ajo rikujton se dhurimi i gjakut është i sigurt, nuk merr shumë kohë dhe mund të bëhet rregullisht, ndërsa qytetarët kanë mundësi të dhurojnë çdo të hënë të njëjtë në repartin e transfuzionit në Gostivar. Mos e lini për nesër atë që mund të shpëtojë një jetë sot, është mesazhi i saj drejtuar të gjithë qytetarëve që gëzojnë shëndet të plotë.